dinamike. Kam pa të rrugës dhe njëkohësisht të arsyeshme që të punoj në këtë drejtim, sepse kam filluar që nga fëmijëria, kam pas një dashuri të madhe ndaj librit dhe jam e lumtur që përveç librave që kam lexuar, sepse librat për mua janë dashuria më e madhe, përveç librave që kam lexuar, kam pasur ëndër që një ditë t'i kem në dorë edhe librat e mi. Dhe jam shumë e lumtur dhe minjuese pafund që kam arritur të realizoj këtë ëndër time të kamashme. Është shumë interesant. Në fillim ishe mësuese, apo jo, Zeni, sa jetoje në Kosovë, sa arrita të marrë informacione. Tani je diku në diasporë. Sa të ka ndikuar jeta, mësimdhënia dhe krejt këto në këtë procesin e shkrimit dhe mbi të gjitha në përzgjedhjen e temës së librave që shkruan, pra që lidhet me energjinë pozitive, me mendimin pozitiv? Siç dihet, mësimdhënia është një profesion shumë i shenjtë, të cilin e kam bërë me përkushtimin më të madh, me mundjen më të madhe, me motivimin më të madh, dhe ajo ka qenë një përgatitje shumë e madhe profesionale dhe personale në rrugtimin tim, sepse kur kam shpërndarë dijen me të tjerët, e kam kuptuar që dija është e fuqishme vetëm kur shpërndahet me të tjerët. Dhe kam gjetur edhe formën tjetër, domethënë përmes librave, që të jem afër lexuesve, që të jem afër njerëzve të cilët kanë nevojë të shohin një dritë ku nuk ndihen mirë në ato raste kur kanë situata të vështira. Dhe natyrisht se profesioni i mësimdhënies më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Përveç kësaj, një merit shumë të madhe ka edhe babai im i ndjer, i cili më ka përkrahur gjithmonë si në profesionin tim, ashtu edhe në botimin e librave, sepse ai ka pa një dritë tek unë, ai fillimisht ka besuar te unë, pastaj unë tek vetja ime, dhe realisht jam shumë e lumtur që kam realizuar këtë ëndër time. Këto libra ja dedikoj babait tim, i cili ka qenë njëkohësisht edhe ai mësues dhe më ka treguar dhe më ka udhëzuar që rruga e drejtë dhe rruga e më e mira është rruga e dijes, dhe më ka kriju një etje shumë të madhe për librat, për shkollën, për arsimin përgjithësi. Dhe natyrisht se është një ndërlidhje shumë e madhe përmes librave dhe mësimdhënies njëkohësisht, që të reflektojmë mendimet tona, që të japim pozitivitet tek të tjerët, sepse dija është shumë e rëndësishme edhe fuqishme kur shpërndahet me të tjerët. Tani kam filluar një rrugtim të ri këtu në Gjermani dhe njëkohësisht kam punuar pothuajse 10 vite në procesin e mësimdhënies dhe kam bërë me pushtimin më të madh, me punën më të madhe. Por unë përmes mendimeve pozitive nuk përtoj të filloj asnjëherë nga e para. Tu kam filluar një rrugtim të ri që po përgatitem si personalisht ashtu edhe në profesionin tim. Natyrisht që do të kontriboj pavarësisht se jam larg vendit tim.